Ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një çast nëse qëllohet në xhumë, Allahu e pranon. Në alusim Zotin e Madh, Allahu të na irun Islamin, Allahu të na irun imanin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelalu na mundson që ta ruajmë devotshmërinë tonë, ta ruajmë ftyrën tonë, ta ruajmë të ngrënit pe halalit larg haramit. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala t'i ruan evladët e muslimanëve nga devijimi, nga degradimi, nga shturja, e sidomos ata vëllezërit tonë dhe motrat tona, të cilat kanë gazebe të ndryshme, e kanë siklete të ndryshme, janë në lufta të ndryshme. Allahu t'i ndihmon ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta zbret rahmetin e tina mineve. Elusim Allahun që Allah të na trajton me butësinë e tina, jo me drejtsinë e tina. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu gjinohat tona na i fal ya rabbal alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson që gjithmonë të frymojmë me islam, të frymojmë me iman, me veprat e zot e kënaqin Zotin ton te bareke ve teala dhe nuk e hidhrojnë ata. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të gjithëve bashkërisht na i shkruan emrat në banorët e xhenetit, e na i fshin emrat tona prej banorëve të xhenemit.